Përveç këngëve të reja, Flor Momahezi është vënë në qendër të vëmendjes edhe për lidhjet e amencuara me femra të ndryshme, kryesisht me ato të ekranit. Kur bëhet fjalë për muzikën, Flori nuk i kursen fjalët, edhe dedikimin e fundit asaj e ka kushtuar, të cilën ndër të tjera e quan të shtrenjtë. Mund të mos kem lindur me këmish, por një gjë është e sigurt, jam përqafuar me muzikën në dëgjimin e parë, bekuar që të kam dhe që je aty gjithmonë për mua. Këtë verë, personazhet e famshëm në botë dhe në Shqipëri i kanë zbukuruar pushimet me një komentare mjaft fashion e argëtuese, dhe duket se as Sara Hoxha nuk mundi t'i shpëtonte dot këtij trendi. Kjo duhet të jetë me siguri fotoja e 100 me mjelm që keni parë këtë verë, shkruan Sara në foto në të cilën ka pozuar e buzëqeshur mbi një mjelm të bardhë në mes të një pishine, por duhet thënë se Sara duket shumë bukur. Muzik, përveç se është një ndër reperët më in të momentit, është mjaft i veçantë edhe për stilin e tij, por gjithashtu edhe e dashura e tij, Loredana. Çifti në foto duken shumë të bukur dhe me shumë stil. Elifara është njëra nga këngëtarët më të dashura për publikun shqiptar, por nëse Eli ka marrë zemrat e shqiptarëve me zërin dhe bukurinë e saj, vajza e saj deri më tani e ka bërë këtë vetëm me bukurinë. Këngëtarja dhe vajza e saj Marina kanë postuar disa foto në Instagram dhe të dyja rezatojnë bukuri.